Pas disa decenjeve, banorët e këtij fshati, përfshi edhe pjesët e epërme, thonë se në çezmat e tyre ujë rrjedh 24 orë vazhdimisht. Gjatë kohë fshati Debresh ka pas probleme me ujë të pishëm, por si vjet gjithë qytetarët e fshatit Debresh janë të befasuar me këtë që në këtë kohë, në këtë muaj të nxehtë edhe 4 shkallë Celsius, Debreshi është në çdo familje prezent me ujë të pishëm. Edhe kjo është një punë shumë e madhe, ndoshta edhe të kryetarit komunës Rufi Osmanit faleminderojmë me kaptazhin që u bë, edhe Debreshi është një edhe dita jemi faleminderues mëdhesh ndërmarrjes komunale që mirëmban ujin e pishëm, që ekipet e tyre mendoj gjithë këto kaptazhet e vogla që janë bë, që është nën kontroll uji 24 orë. Debreshi është çdo familje me ujë të pishëm. Vallaj, faleminderimi qoftë edhe kryetarit, përse përshëndes edhe kryetarin, me qenë se na premtoi për ujin, ishte edhe te klubi Debreshi gjë në Zvicër, edhe si na premtoi që ashtu edhe dur fjala. Domethënë, furnizimi me ujë tash momentalisht në fshatin Debresh është ne jemi gurbeçar. Tash kur kemi erdhur, për herë kur kemi erdhur, kemi pasur probleme të mëdha, edhe kur dilshim edhe në kafehen e këtu, do me thonë, krejt e kishim qatë problem, qashin krejt njerëzit. Kurse tash, unë jam që një javë këtu. Mirë po, unë e sa herë që kum dalë, jo në xhami, jo kur kemi dalë kështu, s'kemi pas kur një herë diskutim për ujtin. Do me thonë, jenë të knaqut krejt fshati momentalisht. Qa jo mas, jo është, do me thonë, kemi uj, tash shumë kemi uj. 24 orë, dhe me thonë, ujë kemi pa ndërprej. Ndoshta s'kemi gjitha shtipje, amën pa ujë s'kemi met kërkush. Qëse ka shofën e cocën a gje për të ekom, i thashë kina, se ato s'kishin këndej, se ne ande kemi pas pa këndej. Shtaj këtë ka tonë dika ujë, a? Disa ka dhe nuk qanë, në shofë se nuk qanë, pa ku e dune. Kemi, shtaj kemi, falimender kemi. A keni 24 orë? Po, kemi, nuk ka shumë, po kresare kemi krejt. Këtë cila pjesë e fshatit që tonë? Unë që këtu në qendër. Më thonë kjo... Po, kemi. Ka. Kemi. 24 orë, kemi lagje me sigurisht. Cila pjesë e fshatit që tonë? Në anën veriare, ande rekës, lumit, jemi të knaqun, sidomos me ndërtimin e bazenit, sidomos me ndërtimin e këtyre shakteve të rregulluara. Falenderit edhe kryetarit që marri iniciativë me vëmendje dhe i rregulloi. Përpjekjet për të tejkaluar këtë problem jetik për banorët e këtij fshati kanë qenë të vazhdueshme, edhe pse rezultatet nuk kanë qenë në përputhshmëri me pritshmëritë dhe nevojat e banorëve. Viti 2011 shënoi përpjekjet më serioze në drejtim të zgjidhjes për furnizim ujit të përpije në këtë lokalitet që kufizohet me qytetin e Gostivarit. Për të zgjidhur përfundimisht çështjen e ujit përpije, këtë vit komuna e Gostivarit ka vyjuar investimet në vënien në funksion të rezervuarit të vjetër të fshatit. Jemi këtu në Debresh, në mesditë, ku në këto temperatura të larta duam ta vërtetojmë faktin se Debreshi është në kontroll dhe ka ujë të pishëm 24 orë në ditë. Duhet ta potencoj mundin e ndërmarrjes publike komunale, si edhe komunës së Gostivarit në krye me kryetarin Dr. Rufi Osmanin, se pas 3 viteve investim dhe mundim
për fshatin Debresh, arritëm që si vjetë ta vejmë në kontrol ujësjellsin e fshatit Debresh dhe arritëm dhe më thënë sukses që ky fshat i cili me decenje kishte probleme me ujin e pishëm, së fundi ka ujë të mjaftueshëm. Dua të kthehem pak mbrapa për investime që i realizoi komuna së bashku me ndërmarrjen, që sollën deri në këto rezultate të shkëlqyera në fshatin Debresh. Më thënë vitin e kaluar ndërtuam rezervuar 500 kubiksh, po ashtu edhe e sanuam rezervuarin e vjetër si vjet, i cili mundson edhe furnizimin e ujit të pishëm në pjesën e sipërme të fshatit Debresh. Sanuam shumë linje të ujësjellësit, po ashtu sanuam edhe valvolat të cilët ishin në defekt, nuk ishin në përdorim. Bëm edhe do linje që ndihmuan që ky fshat i vetmi që furnizohet nga të 3 anët, domethënë 3 lidhje që e furnizojnë këtë fshat. Sanimi i ploti i rjetit të ujësjellësit në këtë fshat për llogaritë të kushton rreth 800.000 euro. Planifikohet që pjesërisht të mbulohen me mjete financiare të ndala nga komuna e Gostivarit, kurse pjesa tjetër të sigurohet nga donacionet e jashtme dhe format e tjera të financimit. Realizimi i këtij projekti pritet të rumbullakohet për 3 ose 4 vite. Ky fshat llogaritet të ketë rreth 7.000 banor. Edhe pse në disa situata, në disa momente, eskaloi situata, njerëzit jo racionalisht harxhonin, ne me realizimin e pusetave, si investimi i komunës së Gostivarit, me realizimin e pusetave, arritëm që ujësjellësin e fshatit Debresh ta vejmë në kontroll. Edhe, çdo shtëpi ta furnizojmë me ujë të pishëm. Por prapë unë apeloj deri të gjithë banorët e fshatit Debresh që sa më racionalisht ta përdorin ujin e pishëm në këto temperatura të larta, për hir të çdo banorit të ketë ujë të pishëm. Bëj apel gjithë qytetarëve të Debreshit që ujin ta shfrytëzojnë vetë që atëherë kur kanë nevojë, e jo vetë se derdhet kot uji, sepse uji është diçka më vitale në këto kohë të nxehta.